Jam këtu në komisariatin numër 1. Prej 1 ore nuk më lejohet të takoj klientin Zirkon Disha, i cili më ka njoftuar sipas ligjit me telefonin e tij brenda komisariat në sy të oficerit policisë gjyqësore apo të oficerit policisë. Dhe ka kërkuar të ketë menjëherë prezencën e avokatit. Telefoni i tij ndodhet i sekuestruar. Në momentin kur është marrë telefonin, regjistron fiks minutazhin që ka qenë brenda komisariatit. E dyta është Besmir Agalliu, i cili bëri ballafaqimin me oficerin e policisë gjatë kohës që sonë dhe thanë, ky është avokati im, Altin Goxhaj. Dhe kam 1 orë që nuk më lejohet të marr kontakt. Ndërkohë çfarë ndodhi? Erdhi oficeri i policisë bashkiake, i cili erdhi këtu dhe filloi të ndërtoi procedurën për kallëzim penal, procedim penal etj etj, dhe këta pranë nuk krijojnë avokat takosh me klientin, sepse prisin që të manipulojë sistemi, se megjithëse kishim asnjë procedim, kishim për shoqërinë sipas tyre, por marrin me dhunë dhe me forcë në vendngjarje të 2 aktivistëve të cilët unë kam klientët e mi. Jam këtu dhe po kërkoj tani oficerëve të policisë pas 1 ore që të më vënë në dispozicion një person që të më japë përgjigje mua si avokat, pasi kam kontaktuar edhe me avokatët e popullit dhe i cili premtoi që do të sillim menjëherë komisionerin e tij. Kush është personi që do të sillim mua përgjigje në këtë moment si avokat? Kam 1 orë që vi këtu dhe asnjë oficer, le të shikojeni. Numri i oficerit 12099. 11730. Nuk dallohet numri i oficerës përkatëse megjithëse ka kundërshtim me ligjin këtë se do të kishte numër identifikues. Jam pra këtu në komisariatin numër 1 dhe nuk më lejohet të kem kontakt me Zirkon Disha dhe Besmir Agalliu, të dy të marrë me forcë pas një shkak në parkun e liçenit.